kur familja ka qenë shife me vlerësohet pothuajse nga të gjithë, nga pjesa më e madhe, nuk po them nga të gjithë, e kishin si të shenjtë familjen edhe në një pikë kur vajza dhe djali arrinin një moshë të caktuar, domethënë krijonin familje dhe ai ishte edhe synimi për jetën, domethënë të krijojnë familje, të bëhen me fëmijë, të përkushtohen, të bëjnë më të mirën. Kurse sot tani janë hallakat, edhe nuk e din as vetë se çfarë duan. U vin mend, po do jetë shumë vonë. Në momentin që ato piqen dhe kuptojnë edhe shohin dhe rreth rrotull që vërtet familja është, domethënë sado që njeriu të eci në jetë të bëhet i zoti në punë, të jetë i arrir në të gjitha drejtimet, po nuk pat familjen, prap ka diçka shumë të rëndësishme që nuk e ka krijuar, domethënë dhe vërtet ajo e penalizon. Familja të mbledh, familja të bën të përgjithshëm, familja të jep një motiv, ke një motiv çdo ditë që të hapësh sytë edhe të bësh më të mirën. Kështu që prandaj nga mospërgjegjësia